Sot, faqa Na ishte dikur sjell historinë e Nexhmie Zajmit, që u shpall non grata nga qeveria komuniste e Enver Hoxhës, një emër që pak është përmendur, një zë që u përpoq të shuhet, një histori që nuk duhet harruar. Nexhmie Zajmi. Ah, moj Shqipëri, kur do të vi dita që do të më japësh leje të vi e të shoh familjen time? Këto fjalë të dhimbshme janë shkruar me 29 janar 1980 në një letër që Nexhmie Zajmi ja dërgoi vllait të saj në Tiranë. Një letër plot mall, dashuri dhe shpresë. Por ajo letër nuk mbërriti kurrë. U ndalua, u sekuestrua, u arkivua si rrezik dhe vetëm vite më vonë u zbulua në dosjet e ish sigurimit të shtetit. Nexhmie Zajmi nuk ishte një emër i zakonshëm. Ajo ishte një grua shqiptare me mendje të ndritur, me arsim perëndimor, me guxim dhe me një ndjenjë të thellë përgjegjësie ndaj së vërtetës. Ajo lindi në Shqipëri me 14 maj të vitit 1917, që e re tregoi inteligjencë dhe talent të veçantë. Më pas u shkollua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një kohë kur shumë pak vajza shqiptare kishin këtë mundësi. Ishte viti 1930, kur ajo nisi formimin e saj intelektual përtej Atlantikut. Në Amerikë, Nexhmie Zajmi u bë gazetare. Zëri i saj u dëgjua në media serioze, duke trajtuar tema të ndjeshme ndërkombëtare. Ajo intervistoi lidera të rëndësishëm të Egjiptit dhe Palestinës, shkroi artikuj për dramën e refugjatëve palestinez dhe u angazhua fuqishëm në çështjet e drejtësisë dhe të së vërtetës. Por mbi të gjitha, ajo nuk e harroi kurrë Shqipërinë. Ajo u bë presidente e Federatës Pan-Shqiptare Vatra, një nga organizatat më të rëndësishme të diasporës shqiptare. Përmes saj, Nexhmie punoi për identitetin shqiptar, për çështjen kombëtare dhe për ruajtjen e dinjitetit të kombit në sytë e botës. Në vitin 1938, botoi librin autobiografik Bija e Shqiponjës, një dëshmi e hershme e mendimit të saj të lirë, e dashurisë për atë dheun dhe e ndërgjegjes së saj kombëtare. Por pikërisht kjo ndërgjegje e bëri të padëshiruar për regjimin komunist në Shqipëri. Nexhmie Zajmi ishte një zë kritik ndaj diktaturës. Ajo fliste hapur për padrejtësitë, për censurën, për mungesën e lirisë. Dhe për këtë arsye, në vitin 1986, ajo u shpall zyrtarisht non grata nga qeveria shqiptare. Një grua intelektuale, një gazetare, një shqiptare e devotshme, u ndëshkua thjesht sepse nuk pranoi të heshte. Megjithato, ajo nuk reshti së dashuri Shqipërinë. Edhe në moshë të thyer, kur shumë do të zgjidhnin qetësinë, Nexhmie vazhdoi të tregonte madhështi njerëzore. Gjatë luftës së Kosovës, në fund të viteve 90, ajo ishte rreth 80 vjeçe dhe pikërisht atëherë mori nën kujdesin e saj 3 fëmijë shqiptar nga Kosova, të plagosur nga lufta. Një akt humanizmi që flet më shumë se çdo fjalë. Në New York, Nexhmie Zajmi njihej si zonja e parë e Shqipërisë, jo për pushtet, por për respekt. Italia, ku kishte punuar për një periudhë, i akordoi titullin e lartë, kalërës komandanti kurorës së Italisë, një nderim për kontributin e saj intelektual dhe shoqëror. Ajo u nda nga jeta më 18 prill 2003 në Shtetet e Bashkuara, larg fizikisht nga Shqipëria, por kurrë larg me zemër. Historia e Nexhmie Zajmit është historia e shumë shqiptarëve të heshtur nga diktatura. Është historia e një gruaje që u dënua për fjalën e lirë. Është historia e një shpirti që nuk u thye. Sot, duke e kujtuar atë, ne nuk bëjmë thjesht një omazh, ne rikthejmë në dritë një emër që padrejtësisht u la në hije. Sepse kujtesa është drejtësi, dhe e vërteta, sado vonë, gjithmonë gjen rrugën për të dalë në dritë. Marrë nga Gjentiana Mara Sula. Për më shumë histori të tilla, ndiqni dhe abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.